Gërmimet arkeologjike në parkun e Amantias pranë Vlorës kanë zbuluar murin rrethues të qytetit të poshtëm të Amantias, i cili mendohet se është ndërtuar në shekullin 3 dhe shkatruar në shekullin 6. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha në një postim në rrjetet sociale u shpreh se ky zbulim është një element i panjohur më parë për arkeologët. Muaj gusht dhe fillimi i muajit shtator sollën zbulime të reja arkeologjike si dhe projekte restaurimi në parkun arkeologjik të Amantias, u shpreh Gonxha. Fortifikimi që u zbulua hedh drejt mbi organizimin urbanistik dhe publik të qytetit i lirë, duke i shtuar një kapitull të ri historisë së kësaj qendre antike. Veç kësaj, zbulimi janë realizuar dhe ndërhyrje restauruese të domosdoshme për mbrojtjen e varreve monumentale, si dhe punimeve të tjera konservuese mbi monumentet e evidentuara vitet e fundit, të cilat cënoheshin nga agentët klimatik si ngricat e shiut e të tjerë. Zbulimet e reja arkeologjike si dhe ndërhyrjet restauruese po pasurojnë peizazhin arkeologjik të parkut. Këto gërmime dhe restaurime jo vetëm që sjellin fakte të reja studimi mbi jetën e qytetit i lirë, por edhe garantojnë ruajtjen dhe prezantimin e tyre për vizitorët e sotëm dhe brezat që vijnë.